Zaptimi i zonave që janë lënë për të përdorur nga publiku dhe pa pagesë nuk do të lejohet. Ministri e Turizmit Mirela Kumbaro paralajmëroi bizneset private që nuk respektojnë rregullat. Sepse nuk mund të jetë shezlongu dhe çadra biznesi kryesor. Gjatë inspektimit në Shëngjin, ajo kërkoi bashkëpunimin mes policisë dhe bashkisë. Ne do kemi nevojë për mbështetjen tuaj, sidomos në dy aspekte. Kumbaro theksoi se kufizim në afate do të kenë dhe bizneset që kanë marrë në përdorim hapësira për shezllonët. Zaptimet që mund të ndodhin, edhe zaptime nuk janë thjesht zaptime nga subjekte private. Ngulin çadrat në qershor dhe i shkulin në shtator. As këtë nuk do ta lejojmë sepse çfarë është publike, është thjesht ditore, nuk mund të jetë publike 3 mujore. Kumbaro shtoi se në plazhet publike pushuesit do të kenë mundësi që të marrin çadra nga bashkia kundrejt një pagese, ndërsa shton se Shqipëria pret të ketë rritje të turistëve. Ka bërë investimin me çadrat rinë të mbyllura, këtu është stafi i bashkisë, të cilët nëse pushuesit duan, mund t'i ofroj me çmimin e publikuar në tabel 400 lekë të reja. Ministri e Turizmit theksoi se do të merren të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që sezoni të jetë i suksesshëm.